kur le të themi bashkëshortja ka drejt të marrë masa. Dhe çfarë masash mund të marrë? Dhe ajo ka mënyrat e veta dhe format e veta se si mund të shpreh pakënaqësinë. Unë mendoj në momentin që lidhja është shumë e fortë dhe dashuria është shumë e madhe, pakënaqësitë lexohen shumë larg. Si tha një herë Aisha, pejgamberi sa mi tha Aisha, si tha Aisha tha, unë e dita kur je i mërzit prej meje, tha, dhe kur je e kënaqur me mua. I tha Aisha, po si e kupton ti o pejgamberi i Zotit? Do thonë Aisha nuk reagonte fare që t'jepte shenja apo sinjala apo që se më ke mërzit fare. Po si reagonte Aisha? Reagonte Aisha kur ishte e mërzitur, thoshte pasha Zotin e Ibrahimit alayhis salam. Betohem në Zotin e Ibrahimit. Po Zoti i Ibrahimit dhe Zoti Muhamedit dhe Zoti Isait është i njëjti Zot. Kurse kur ishte e kënaqur me pejgamberin e selam, thoshte pasha Zotin e Muhamedit. E tha Aisha, unë e dita kur je ti tha e mërzitur me mua dhe kur je ti e kënaqur me mua. E tha si? Tha kur je e mërzitur me mua, tha ti thua pasha Zotin e Ibrahimit. Kur ti je tha e kënaqur me mua, thua pasha Zotin e Muhamedit. Tha Aisha radhiyallahu anha, tha pasha Zotin o pejgamberi i Zotit, nga sot e tutje nuk do të betohem vetëm se pasha Zotin e Muhamedit. Pra përdisa ma kape sekretin, nuk dua që të kuptosh ti asnjëherë se unë jam e mërzitur prej teje. Pra pse ndodhi kjo faktikisht se dashuria dhe lidhja atyre ka qenë aq e lartë saqë lexoheshin gjërat pa u deklaruar, pa u thënë